se erdhët në vlogun e radhës, se erdhët në kanalin tim. Unë jam Ilva, për ju që s'me njihni. E sot kemi një vlog të ri. Sjova, palosa robat, rregullova krevatin dhe do ha mëngjes. Do laj pak fytyrën, do laj pak dhëmbët, do la me profesorin, kështu që të bëj një 2 punë shtëpie dhe do shkoj te spitali që shpresoj të mbaroj punë me këtë pjesë në syve. Grabuk, kështu që është koha perfekte për të larë dhëmbët, për të higjenosur. Seriozisht, a ekziston vërtet fjala higjenosur? A mendoni dhe ju si unë që unë jam kam një pjesë të vogël të lazgush për adecit, sepse unë bëj shumë neologjizma. Çfarë janë neologjizmat? Neologjizmat janë fjalë të shpikura, si nuk e di. Po jam dakord edhe unë që një pjesë prej tyre tani janë fjalë jugu, po I love it. I love it. E dëshuroj kur buzëqeshja është kaq e bukur, me dhëmbë të pastra, të bardha, të mirëmbajtura. Është ajo që kam vendosur që të them kush është aksesori më i bukur dhe realisht aksesori më i bukur është buzëqeshja. Të keni dhëmbë të bukur, të mirë, të pastër, të ku di unë. Që ju kanë thënë edhe te kush klinik të shkoni. A kuptoni? Imagjino tani të jesh super yll, super e bukur, edhe kur qeshesh ti kesh të zinj ose ti jesh pa dhëmbë. Seriozisht. Bëhemi gati tani të ikim në spital. Shumë simple, bluzë e thjesht, jelek i zi, këto jeanset që i kam të gjera, edhe ikim. Di pse nuk i mora syzet, por koha është super vëdjel. Fund, dielli is back. Mund të shijojmë kohën rëmbase, si qa po shkarkonin aty. Fund, e mund të ndjejmë atë energjinë pozitive që dielli dhe rrezet e tij na sjellin drejt nesh. Shpresoj të marr një lajm pozitiv aty te spitali se Përshëndetje të gjithëve, fatkeqësisht nga ditë tjetër. Jam në dini që nuk filmova fare dje, por kishim disa probleme. Një mik i familjes Klajtit kishte probleme dhe ishte shtruar në spital. Nuk do ishte etike që unë të filmoja dhe të bëja vlog. Kështu që përshëndetje nga dita tjetër, por dhe sepse nesër kam ditëlindjen. Për ata që nuk e din, nuk e kam thënë ndonjëherë në vlog, kam pasur një xhaxh. Për mua ai ka qenë si vlla i madh, edhe pse unë nuk kam pasur vlla. Arsyet që ne jemi shpërngulur në Shqipëri ishte sepse ai ndroi jetë. Shumë i ri, jam në djeni, ishte diku te 32 vjeç. Përpiqem që të qesh kur e them këtë pjesë, se më vjen shumë inat që ta kujtoj si moment të hidhur, por dua ta kujtoj si një kujtim të bukur, edhe ai ka pas ditëlindje sot. Një ndër kujtimet më të bukura që mbaj mend është sepse kur do lindja unë, gjithë zieshin sepse kemi shumë familjarë që kanë ditëlindje në mars, dhe thoshte ai që Ilva, do ta ketë ditëlindje me mua, do ta ketë në një ditë me mua. Është shumë keq që ta festosh para, dhe ne gjithmonë e festonim në një ditë me timen, dhe torta ishte gjithmonë gëzuar ditëlindjen Ilva dhe Cone. Doja ta thoja, sepse ndihem shumë e lumtur, ishte që të vija për një periudhë kohë të jetoja përsëri në Greqi. Nuk e di të ardhmen si do shkoj dhe nuk e di po do jetoj këtu, por të paktën një ndër synimet e mia në jetë e kam arritur. E di që ai është duke më parë nga lart edhe shumë krenar për mua, por edhe unë jam shumë krenare sepse ai është duke më parë nga lart. Fatkeqësisht për mua jo 10 vjet, jo 15, jo 20, po edhe 50 vjet, dhimbja për mua do jetë si ditën e parë. Duaj që ta kthej tani melankolike edhe nostalgjike, thjesht e ndjeva ta them edhe doja ta them. Siç ju thash, të luj flokët. Kujtja është bërë si kaçavure, se e kisha në çantë, edhe ngjyra që i luaj. Numri i ngjyrës që i lej unë është numri 5. Deri tani produktet që përdoren. Taksi, këtu është kjo që tregon
manualin që të luajnë flok. Sot është vërtet hera e parë që i luaj vetë në shtëpi. Se që do ndris, nuk e di. Kjo është... Që është kjo? Kjo është... krem oksidant, që të quhet. Më fali, të bëj një pyetje, Garnieri ka lidhje me L'Oreal se nga ato që dëgjuam është pak frik. Edhe ti tregoj tani dhe produktet e tjera. Është boja, numri 5. Numri çmë? Po numri 5. E thotu 5.0. Po prit se kemi edhe një të produktet e tjera. Them unë jam profesioniste me tas edhe me furçën. Tani mund të vazhdojmë programin. Jemi sa më profesionist, si fillim duhet të nisim duke vënë dorashkat. Tani që vura dorashkat, kam frikë se nuk të filmoj dot se dhe bëjmë boj edhe nuk e di që do për. O zoti ma. Nise, unë do përpiqem. Që do ka tranos tash, unë nuk e di. Dhe kjo thot do hap këta të serumit, do ve këta të bojës, edhe do hap të kapakun, edhe do hes të këtu. Ja ta bëjmë. Sa profesioniste jam, ndihem shumë parukere. Ndihem që atere. Duhet të shëngoj fort atere. Se s'po nëzirë. Ndoshta ka një këshu këtu brenda? Duket se ka një këshu, tani du të hap me kapakun, du të kisha heq atë që ishte në të, që ishte... Amane, Ilva, do të regoj dhe unë, ishte kjo rrethorja, tani që e hoqa, ta shtrëngoj këtë këshu, që të qatë. Them unë jam profesioniste, nuk e them kot. Vazhdojmë tani. Ja, sa bukura, dhe s'po e tregoja fare në kamerë. Shife. Tani këshu do veproj ta shtryth të gjithën. Kjo ishte dhe në gjysëm. E hodha këta tani dhe mbush plot. Mos bëj shumë rëmuj të gjitha mbeturinat të tjera që kjo kutia e bojës, sepse do t'i përdor të gjitha se duhen, kështu që të gjitha mbeturinat t'i fus këtu, si një pajs një të qire që janë. Kjo thot, të vendos të kapakun e kësaj, kështu. Dhe tani do t'a bëj kështu për 30 sekonda derisa produkti i masat jetë bërë homogjene. Vazhdojmë. Më duhet më të punë. Të dashur miq, tani do ta aplikojmë, nuk e di. Do ta aplikojmë. Do ta vendosim kështu. Do e nisim njërë me rrënjën që do i bëjmë kështu, pastaj do i bëjmë gjithë kokën. Mirë do ishte mos më shikonit mua si shembull. Ka persona që ndoshta e bëjnë më mirë. Po shiko se edhe unë punën e bëj, e kupton? Tani pse të de-influencoj kohë. Çe qutës. Kësa i thonë trust the process. Trust the process. Po, a kupton, mund të dukem keq tani, po të ngjaj e bukur më vonë. Okej, njerëz? Mos u tremni ju kështu. Mos kujtoni se vërtet ngjaj si fantazm. Dhe nuk është që filmoj do të shumë mirë se i kam e kuptoni gjendjen. U përpoqja që ta hapja në rraj, tani po përpiqem që ta hap në për flok. Jam bërë vetë si paçavure, jam bërë si vula, shpresoj ta heq, por kam parë metodën që mund ta heqësh me hir cigare. Dhe for the first time po them shoqyri që pik lajdi cigare. Se mua nuk më pëlqen cigarja, është shumë e shpifur, më shpif shija. Nuk mund të them të njëjtën gjë për vaping, por anyway. Edhe në momentin që Klari do pi cigare, unë do marr hirin, do ta lak një flet, një letër me ujë ose letër të lagur, do marr hirin dhe thonë që hiqet kjo pjesa këtej. Por derisa di Klajdi,
Shpresoj të vi shpejt sot, në fakt se është shtunë. Edhe do më shofi do thot çfarë je bër? Ja që kam bërë do t'i them. Mirë, tani i kam kap flokët edhe do pres rreth 40 minuta. A moj motrani, zemrën marrën dhe uaj. E bëra edhe dushin. Kurioze jam si do më ketë ndalë ngjyra e flokëve, shpresoj të më ketë dalë ashtu siç doja. Mirëm pak të qetësohem, sa ta mbaj pak kokën flokët me peshqir dhe pastaj ta thaj dhe të shikoj si më ka dalë ngjyra. Apo leva flokët? Flokët i leva që shëpari, po tani u thanë. Sa po thava flokët? Dhe... Kam një surprizë për ty. Pse? Një top letre. And he shoot. Ja surpriza. Ja pa? Kamera, mos e lëviz. Mu te kamera. Ore, qa të duket kamera ime? Ua! Ka krijuar imunitet. Si jo. Ka krijuar njerëz imunitet nga unë. Edhe kur i bie... Ua! Ore, Klajdi! Po bëj vlogun këtu! Ik se do të kyç derën. Do ta provoj për Do të nxjerr për jashta. Kë nxjerrësh ti? Ty më! Do me thënë se nuk mund të vlogërojmë. Ua, ç'nem ka ikshi një strafare mu. Hik tashi! Pritë ta provoj djerë, më ka ikshi një stra më fshimi kështu sa me rroba pune. Qarë. Ta e letrën të Qa koshi po- tani se po të regojmë që jemi qytetarë. Nuk jam koshun. Nuk thash ty me zemër. Prisja një ngjyrë pak më ndryshe, po mirë, se veti leva nuk është... Qa po bën, nuk lejt? Shive ta e të koshi pra. And he shoots. 3 points. Po qa prisje, seriozisht? Kalma. Klajdi is back. Si që mund të shikoni, kam bërë pak make-up. Sa e arri që me duhet kjo? Bëni mirë të shikoni në Instagram, kështu që futuni të shikoni. Këtu patate mak, chicken burger, Pepsi, cheeseburger, apple pie. Jemi në paqe, thjesht kemi momente zënke. Seriozisht nuk mundem, dark ziremi, si që është një si tip lojë që ziremi kot pa lidhje. Ruin, o sklav. Më fal, dua të pi, jo. Dua të pi, nuk dua të la, mu lava Dhe unë përpire kam. Klajdi, e ke çdo gjë filmike dhe do të denoncoj. Kaq ta dish. Kaq po abuzon ndaj gruas. Si jemi të celebruar ne që po them gruas, po haj. Disgusting, qa bër? Good job. You've got taste. Aq për gjumësh është, ta thot nuk e ke bërë play-a. Akoma në gjumë jo, Klaj. Tani nisi, ja shive. Jo, Po ka ke ndalë, nisur. Thjesht ishte shumë kjo. Ishte një mas, do ta ndroj nesër se normalisht masa gjithmonë. Për s'ka probleme, si Ja, ka që shive, mendoj është- dhe mori atë që unë doja, kështu që do ju a tregoj kur të ndroj masën. Apo të tregoj tani. I thash nëse gocës. Se s'po vite jera as një aty kam ne çfarë kore duke prit vite, derisa i them mund vi njeri këto, vjen një gocë. E i tregoj unaz, do me thënë, thot ke vendos për këtë, unë e masha men se ka pasi i bashkjet, po thash, dhe kur merr unazën që po më tregot e masën, thash shiko, thash se unë masën e gishtit nuk e maj me, provoj herë ti, pa e kishte gishta super tolle, më tha, kjo është masë e madhe, thash i më rilirshëm. Qa po thua që kam gishtat si qofte? Te! Tu kemi një parfum që shumë pak e kemi bukur by the way. Nga çanta nga këto. Është parfum organike. Vinte shumë e mirë, ishte edhe shumë e bukur. Sorry. Fillua me dhuratat që në orën 12 të natës. Fustan, po tani nuk du ta vesh, është i bukur ama. I zi, i gjatë, me korris të hapur, nga mrapa. Po në momenti që do ta vesh, do ja them kjo është ajo që më bën për ditëlindje. Jam shumë e lumtur. Të duket të me thënë se jam skuqur, jam ver tomate. Edhe e bukur. Nisi dita mbarë që në orën 12.
Shumë exciting. Bëj mirë të flese. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Klajdi po bën mëngjesin. Normalisht, sot është dita ime, kështu që e meritoj të më trajtoj në këtë mënyrë. Po, të ikë të ta mëngjesin edhe të dishem, të dalim, të shikojmë pak sot. E vetëmja gjë që nuk më lumturon, që u preka dje nuk e kapa në video se nuk ja vlen tani një ditë të qajmë në vlog. Thjesht është viti i parë që më festoj pa mamin dhe babin. Edhe po përpiqesha mos ta vija në dukje dhe kështu dhe vetëm kur ma thot se si më duket ja bëri. Edhe normal që prekesh. Do ju prezantoj me lukun tim që nuk duket fare pastër nga pasqyra, po hajt më. Janë këto pantallonat që janë kështu, nuk e di po duken dhe aq mirë. Ky kropi, normalisht do vesh një xhaketë sipër sepse është ngrohtë për jo dhe aq. Kam bërë thjesht qerpikët, vetullat edhe një lip combo, nuk doja që të ngarkohesha vetë kaq shumë. Dhe duhet të vendos edhe vëth. Dhe ky është outfiti im si për ditëlindje. Të vendos pak edhe parfumin, që më kanë bërë parfumin në ri që ju tregova atje, që të vi ëmbëlsirë, sepse është shumë sweet. Nuk e di fare çfarë parfumi është, por është me mbushje me sa arri të kuptoj, ama vjen e mirë, shumë e mirë. Mendoj ndoshta ngjej më mirë me vëthët e vëna, të vej edhe pak parfum. Shumë e mirë, më pëlqen shumë, e ta shpëroj. Dhe ja ku dolëm. Do ham do një qe besoj, do dalim me dajnë si që thash. Dorë për dorë këtu të dy. Birthday girl. Birthday girl. Mendoj që më ka kapur një nur i bukur. Ndoshta se jam bërë 21 vjeç. Wow. Gëzuar. Hajde gëzuar edhe iq. Το μικρό δίπλα από τα ταρτάκια. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për liva, shumurime për ty. Bravo, Adeti. Po ndihesh shumë vetvetja, Klejdi? Pink woman? Erdha në shtëpi e u kënaqëm. Ja Klejdi. Tani po ulem në balkon, sa t'ju tregoj pak dhuratën që më ka bërë Daja me nusen e Dajes dhe të sistemoj pak shtëpinë se do më vinë kushurinë edhe do të rregulloj. Tani nuk ka ndonjë pamje wow, se qielli është gri, po pamja juaj më e bukur unë jam. Është kjo bluzja. Shpresoj mos na e marrë qielli se mbarja. E ulem poshtë. Është kjo këtu. Është boj qielli me këtë shkrimin. Dhe një palë vë që janë këto këtu që janë me zemra, janë kështu. Okej. Më pëlqen që shumë më komplimentuan sot. Me thënë, do sa vërtet kam marrë atë nurin e gocës së ditëlindjes. Dhe tani do merrem thjesht me punë, sistemim, punë. Nuk e di po do filmoj kur të jenë kushurin, nuk e di po duan kushurinët që të filmoj, por sa bukur, nuk i ndezim dritat, kursejnë. A kuptoni, kursejmë se jemi student, ja, pa drita, kështu dorin, do ndezim në një qiri. Tja ime preferuar është kur unë bëj punët të shtëpisë. Jo kur i bëj, kur i kam mbaruar, se kur i bëj nuk më pëlqen. Edhe tani më duhet thjesht të shijoj të ndenjurën në verandë. Zhurma zoj është perl. Balkoni më mega lux në gjithë planetin, gjatë verës tu. Balkon verandë.
Super është. Do ishte super. Ja. Gjithë verë Zhurma duke e hongër zogjve duke do me pikë thënë nuk e di. Shumë da. Perl. Surpriza për sot. Këto lulet shumë të bukura me këto zemra, me këta arushin, edhe torta në formë zemre. Do me thënë një ndër surprizat më të bukura që shumë më pëlqevi. Një arush me zemër, me vazo me lule. Do me thënë edhe torta ishte në formë zemre. Fjala të thua që me fat është pak. Prandaj vazhdoj dhe e them. Fjala me fat është pak të them. Shumë dashuri. Është bërë dhe më thënë, të rrim të ilma flishesh të Për zonë. Të me thënë, ora po shkon 2, edhe literalisht jemi kënaq shumë. Por, këtë ditë të them, që kënaqem shumë. Këtë viti të them, ua greku. Gjithsesi ta mbyll për momentin. Mëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Shtëpia Romoi, po. Parimorja është që u kënaqem. Vesha thjesht simple se nuk kam vërtet nerva të bëj make-up e të lyhem e të vishem e të zbukurohem. Një hoodie, një palë jeansesh, që më mbajtën pa plokët me onde, ura bëthët, do vendos një shkëqyrës edhe do dalë. That's it. Bravo, kushoja shofer. Cigare dhe të ramë. Dola për kafe dhe me kushëririn, nuk kënaqem shumë. Vërtet jam shumë e lumtur që kam ta kushërin të mi këtu. Tani do iki te spitali që të shoh për këtë të syve. Wish me luck. Kanë hedhur relax, vërtet nuk shikoj fare. Shoh vetëm turbot. 3 pikat si cili sy nga çdo çerekore, dublimatit prapë vërtet duket turbot. Asgjë nuk shikoj. Shpresoj vërtet të shpëtoj. Në saliste konka. Sa bukur kjo është dhuratë për ditëlindje, shëndet. Nuk shikoj. Vërtet e kam. Një problem tjetër që hasa është ua po më merren mend. Po ngjaj shumë se nuk shoh. Dhe po filmoj dhe është hije turbot. Nuk e di pse po me ke veten time, ndërkohë që unë jam sëmur, po më duket shumë pëlqyer. Dhe e bukur është që nuk pëlqej me shëndetje. Por literalisht turbot. Mirëmëngjesi të gjithëve nga dita tjetër. Fatkeqësisht nuk mund të filmoja dje sepse isha shumë keq nga syt, jo se sot jam mirë, prapë po nuk shikoj, por thjesht Ilva just being Ilva. Gjithsesi jemi veshur, jemi përgati, po bëhemi, do ikim sepse sot është Parelasi dhe do ikim të shikojmë marshimin, pastaj të shikojmë të vazhdojmë me ditën tonë. Ndjem pak shumë, nuk kam shyrë akoma 2 shekun që ishin kushërinjt tje. Nuk kam bërë as punët, po nuk kisha mundësi se si shta shëndeti parimor.
Përshëndetje nga dita tjetër. Shqyr shikimin e kam e mirë. Flokët i kam skandal. Gjithsesi, mirë mëngjesi të gjithëve. U zgjova, hëngra mëngjesin, kërkoj ndjes për ndjes sepse vërtet nuk e përfundova vlogun, po për shkak sepse mu fik telefoni. Dhe tani, them të vishën pak të laj pak fytyrën, Klajdi është pushim në fakt. Se që kishte gjigjo pronarë nuk e mra vesh. Mishë të tregoj pak outfitin e sotën. Bje kjo drita dhe ngjan shumë keq pas fyra, nuk besoj që do e bëj këtu. Mirë këtu, nuk e di. Këto jeanset që janë beki, kjo kanatierja, e kjo xhaketa, nuk e kam veshur këtë vit, kështu që hera parë që po e vesh dhe më pëlqen shumë dhe mendoj që do shkonte shumë edhe me një fund. Këtë lip kombon tim të famshëm edhe do vendos pak edhe shkëlqys. Them të vendos të lyej pak qerpikët edhe duaj që fytyrat marrë ajër, kështu që nuk do vendos as në një krem, as në një concealer, në një gjë kështu. Ante ky vlog a ju kam treguar video nga ascensori apo jo? Tani po ikim në shkollë, jam te kjo pjesa e parkut të lagjes. Dua të shikoj në fakt çfarë efekti ka dhënë ilaçi. Shumë mundësi do përfundoj me syze, por pyetja lind. Të shikoj çfarë do më thot në lidhje me pjesën e migrenës. Mbetet për tu parë nesër. Admiroj që koha është me diell. E thënë, kisha kohë që e prisja këtë kohë, kaq bukur, kaq diell, edhe kaq me energji pozitive. Shpresoj të mbaroj sa më shpejt tek shkolla. Mendoj që këtë vit do diplomohem. Nuk e di, do me thënë, do mbaroj bachelorin edhe vërtet. E mendoj them është masteri. Pastaj mendoj them po sikur të punoj. Pastaj them jo, do më duhet masteri, pastaj do e kërkoj kohën dhe nuk do e gjej. Se duke pasur tër kohës, pastaj mendime, as vetë nuk e di se çfarë vendimi do marrësh. Por po përpiqem t'ja lë kohës. Vërtet nuk e prisja të ishte kaq vap. Realisht në poqi dielli kam këtë xhaketën që është e errët. Nice. Unë do pyes se më doli shenja që s'kam bateri like always. Gjithë para ditën dhe pastaj pyes veten pse më fike telefoni dhe se mbyll ndonjëherë vlogun për ditën. Sa bukur. Kjo është problem. Kjo është një pjesë e godinës së shkollës time. Unë jam dega financës dhe dega ime ashtu është edhe dega informatikës, është edhe dega e më duket këto me teknologjitë industriale, se nuk jam shumë e sigurt. Mbarova, po pres të vi Klajdi. Edhe po rri në zhapik. Po rri në diell si zhapik, nuk po rri në zhapik. Edhe të them të drejtën më kishte marrë malli për diellin. Nuk më pëlqen fare koha me shi. Edhe pse mund të ankohem gjithë ditën që është vap, prap më mirë preferoj vap të pëlcas deri sesa të rri në depresion. E preferoj më mirë këtë.